Hajde, pastaj. Kishe patur në një afrimitet tjetër më përpara që të kishte dashur të merrte dorën, a e kishte thënë familjes? Variante kështu e vashti kisha plotur, po e mbaja shumë në të lartë. Pse? Çfarë Kisha kriteresh brenda kishe? vendit e jashtë vendit edhe për në Amerikë, në Greqi, raste plot do me thënë Je kishe. penduar? Po, tash ti. Janë fate, do me thënë njerë që Patjetër janë fate, janë po fate. do kishe qenë sot në Amerikë për shembull. Jo, nuk e kam tek ajo Amerika për shembull, po për shembull kur e mendoj tani, po të kthehesha në retrospektiv, për ndonjë që ka qenë që mund më përshtatej, do me thënë, thosha pse nuk vendosa për atë. Pse nuk vendose për atë? Ja ke thënë bashkëshortit? Ja. Si ja ke thënë? Cilat ishin kriteret që ti kishe në atë kohë, si vajzë? Çfarë kritere shkërkoje ti tek partneri jot? Më thuaj të vërtetën. Po tash ti kur kalon një farë moshe, e kupton, njeriu do që ti ketë disa gjëra të sistemuara apo të rregulluara, e kupton? Për shembull, Të ketë një farë ekonomie. Është martuar në një moshë, e kupton, të ketë një farë ekonomie, Po. të ketë një shtëpi, Po. të ketë një profesion. po, Pavarësisht që atë ëndrat ikin pastaja, se kur e shikon që nuk të realizohen që si që do, edhe do vendosësh pastaj në fund që të marrësh një njeri që të jetë familjar, që të jetë i mirë për shtëpi, për katandi, po njerëzit është një gjë që nuk i njeh, i tregon koha se kush janë. Është shumë e vështirë. Dyshim përdorte një shprehje që ta njohësh njeriu më i bi, duhet ta një kuintal krip. Se nuk e njeh se hëngre një drek, një dark apo Shumë ndonjë një bukur kjo ditë, dy shprehje. ditë, po. I tregon koha dhe bashkëjetesa se kush janë, se veset tregojnë gjatë jetës. Faktikisht unë si natyrë kam qenë shumë, si ta themi çik jo, krenare apo kështu si karakter. qartë. Nuk kam qenë kështu që të vendosja për një gjë, unë prandaja u martova me zi u martova, ose më martuan më tepër. E kupton se e kisha Të martuan, do të kishe qenë problem po të kishe qenë beqare? jo, Jo. fare. Jo, jo. Kur dashuron njeriu më lehtë, 20 Jo, vjeç apo 40 vjeç? Tash ti njeriu mund të dashuroj dhe 50 vjeç. Jo, më lehtë, 50, më më lehtë. lehtë. Më lehtë normale, 20 vjeç. 20 vjeç. 20 vjeç, se është fluturon hahet, është... Nuk i shikon gjërat me atë që i kam parë unë për shumë atë moshë, i shikoje që edhe në aparencë, është kështu, e kupton, është unë madh, është vesh gjatë, është kështu, do me të një shikon perfekcion. I shikoje çdo gjë me çdo kriter. Po, normal, i shikon. Me thënë, duke njojtur veten, varet se çfarë kërkesa shke, kupton, duke ditur veten se kush je, kërkon, them ndoshta jo më lartë se vetja, po të paktën ta kesh afër vetes. E kishe patur ndonjëherë ndjenjen e mëmësisë? Që të doje të bëhesh e nën? Përpara se të bëheshe. Përpara se të bësha, kur u martova, apo... Po jo, e kishe ndjenjen e mëmësisë 30 vjeç. Të kishte ardhur ndjenja e mëmësisë? Doje, thoje, dua të bëj fëmijë apo? Jo, nuk është se kam qenë shumë kështu, me thënë natyrë që, patjetër, po doj Zoti, thosha e jep, po mos të doj, nuk e jep. Nuk kam qenë shumë kështu nga këto të fiksuarat te fëmijët, jo. Po, Nuk kam qenë ti mbetesh ta zën me një herë, apo patët disa tentativa, flas duke qenë se mbetesh ta zën 40 vjeç? Jo, me njerë, nuk është se kam pas problem. S'ke patur probleme? Më thej që feja ishte shumë e rëndësishme në jetën tënde. Për një artisti dhe feja është pak abstrakte. Sepse duket sikur janë dy vija paralele që nuk puthiten asnjëherë. Pse beson kaq shumë Zot? Po tani Naim Frashëri ka qenë shkrimtar, ka qenë poet, po ka shkruar Qerbela në vargje. Që neve e kemi pas të ndaluar dhe ai shkruan gjithë luftën e Qerbelas, e ka shkruar në vargje. E ka bërë, mendoj që ka bërë me frymëzimin e Zotit këtë gjë, me frymëzimin e angjëjve të Zotit, diçka e tillë.
Edhe ai ka shkruar ëngjëll që mu qase pran nga i madhi Zot, do më rëfesh qerbelan që të qaj me lot. Jako e vërtet, ai de poshta të pjet, pa më rëfe, bukur e mirë, më rafeti për Alin, për Hasan e për Hysen, për të mirën Fatimen. Është gjithë ajo. Komplet në vargje. Dhe këtë e ka bërë, se ata e ka marrë frymëzimin nga baba Alushi, që ka qenë te qenë e Frashërit, kanë qenë të frymëzimi shpirtëror. Pastaj kanë vazhduar në